Spira është drejtori i drejtorisë së veterinarisë në Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, kënaqësi gjukan studio. Dhe zonja Gëzime Shehu është drejtore e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve të Tiranës, pra drejtori rajonale. Mirë se vini në Alert. Mirë se u gjeta, mirë mbrëma. Tani pyetjet në fakt janë njësoj për të dy, kështu që e kthejmë në formë diskutimi sepse jeni të dy ekspert fushës dhe mjek veteriner. Çfarë është PPR? Si fillim, po e nisim me këtë për ata që na ndjekin dhe që ndoshta nuk kanë informacionin e duhur. Për sa i përket sëmundjes së PPR-s, është mortare ruminantëve të vegjël, të cilët prek të imtat, kafshëtinët, që janë 10 dhitë dhe 10. Për sa i përket kësaj sëmundje, është një sëmundje virale, e cila është e re për vendin tonë. Shfaqjen për herë të parë ka pas vjet, në vitin 2025. Duhet të theksojmë që kjo është një sëmundje me mortalitet të lartë, por thelbësore do të theksoj që është një sëmundje e cila nuk është zonotike. Domethënë ka një dëm në ekonominë e fermave për fermerët, por nuk transmetohet sëmundje nga njerëzit, nga kafshët të njerëzve dhe nga sjeltas. Sëmundjet zonotike janë ato që transmetohen nga kafshat tek njeriu. Por ka një dëm të madh për sa i përket fermave, sepse ka një mortalitet lartë dhe me transmetimin e sëmundjes është shumë i shpejtë. Për sa i përket kësaj sëmundje, do të themi që ne kemi pas shfaqur vjet në 2025, kemi bërë një menaxhim të saj plot dhe për këtë vit na është shfaqur në 31 mars në zonën e qarkut Dibrës. Por do të themi që kjo sëmundje ka qarkulluar në shtetin e Fqin, Greqi, Maqedoni dhe është zona me risk janë zonat kufitare për sa i përket Greqisë, siç janë Gjirokastër e Pelena, qarku i Dibrës, dhe këto janë pjesa edhe më e madhe ku ne i kemi kushtuar edhe rëndësinë më madhe, domethënë jemi më vigjilent për sa i përket të gjithë njoftimeve, kontrolleve që kryejmë. Jo se në vende të tjera dhe në çështje të tjera nuk kemi kontrolle, por këtu është fokusi më i madh, për shkak ka vatra aktive në Maqedoni dhe në Greqi? Ka pasur, ka vazhduar sëmundja në Greqi dhe në Maqedoninë e Veriut dhe për sa i përket dhe pjesës së sëmundjes, ne kemi deri më sot një vatër e cila është e izoluar dhe janë marrë gjitha masat për eliminimin e kafshëve të cilat janë në këtë vatër. Për ta kthyer tek domi ekonomik, ishte fermë e madhe, janë eliminuar gjithë kafshët, sepse edhe ato të paprekura eliminohen në moment që preket tufa. Kjo ishte një fermë relativisht mesatare, jo me numër shumë të madh, por duhet të theksojmë pjesën që kjo është një periudhë ku në varësi të zonave kemi edhe është edhe periudha ku janë pjedhjet dhe ka dhe kecat dhe qingjat që janë moshë të vogël dhe këta janë të parë që preken dhe janë edhe si pjesa më e dobët e tufës që për shkak të imunitetit. Po, për shkak të imunitetit dhe kemi edhe pjesën e transmetimet shpejtë të sëmundjes. Por masat janë marrë gjitha, caktuar zona 3 dhe 10 kilometra, janë eliminuar gjitha kafshët të cilat kanë qenë në fermë, është bërë disinfektimi i fermës, janë marrë të gjithë dokumentacionin për proces verbale dhe në terren janë gjithë fermat që janë në këtë zonë janë duke verifikuar nga Drejtoria e Tiranës, e cila ka edhe qarkun Dibrë. Nga një hetim epidemiologjik thoshta që keni bërë apo jeni në fazë duke e bërë, nga mendohet se ka ardhur në këtë fermë, ka pasur shkëmbime tregtare, pra blerë, po themi dhi në matan kufirit, po themi blllatës në Dibër të Madhe, pra në Maqedoni, ka pasur kullota që janë afër me kufirin, që mund të kenë pasur kontakt me smundjen nëpërmjet. Po, kush doj? Shërbimi veterinari i DRV-m Tiranë dhe kryesisht i qarkut Dibër, sa herë që ndjes. Në këtë rast Tirana, sepse janë 4 rajone, Tirana mbulon edhe Dibrën? Po, Tirana. Pra rajoni Tiranës mbulon edhe Dibrën. Po, mbulohet Dibrën.
Shërbimi veterinar me njëherë, pas konfirmimit laboratorik, se masat janë të mëngjershme që në rastin kur dyshohet për një sëmundje infektive, vjen kafshët në karantinë, dërgohet materiali në ISUV dhe në momentin që kemi konfirmim të sëmundjes, e gjithë ferma vendoset në karantinë dhe merren të gjitha masat për desinfektimin e fermës, për mos lejimin e hyrje daljeve në fermë, por gjithashtu një mas tjetër është edhe hetimi